Situata e zjarreve është rënduar sërish në Krujë, ku flakët janë riaktivizuar dhe kanë avancuar drejt zonave të banuara. Në lagjin Abaza, afrimi i zjarrit ka detyruar autoritetet të evakuojnë banorët, ndërsa forcat në terren po punojnë për të penguar përhapjen drejt banesave. Era dhe bimësia e tharë po favorizojnë përhapjen e shpejtë të flakëve, duke e bërë më të vështirë ndërhyrjen e zjarrfikësve dhe strukturave të tjera të angazhuara në operacion. Banorët e lagjes Abaza janë larguar nga shtëpitë për arsye sigurie, pasi zjarri është afruar në distancë të rrezikshme nga zona e banuar. Për momentin përparësi mbetet mbrojtja e jetës së qytetarëve dhe shmangja e dëmeve në banesa. Situata në Krujë vjen vetëm një ditë pasi dy vatra të tjera në Halil dhe Krast u raportuan të shuara. Pavarësisht neutralizimit të tyre, forcat kanë vijuar dhe gjatë ditës së sotme monitorimin e territorit për shkak të rrezikut të riaktivizimit. Në zonën Krast Halil janë angazhuar 58 efektiv të forcave të armatosura me 6 mjete, krahas forcave të administratës së zonave të mbrojtura, emergjencave civile dhe strukturave vendore. Edhe në zona të tjera të bashkisë Krujë janë evidentuar vatra më të vogla, të cilat sipas informacioneve të deritanishme janë shtuar. Megjithatë, riaktivizimi i flakëve në afërsi të lagjes Abaze tregon se situata mbetet e paqëndrueshme dhe kërkon monitorim të vazhdueshëm. Ndërkohë që forcat po përballen me flakët në Krujë, një tjetër front zjarri është hapur në Dajas të Tiranës. Vatra është përhapur me shpejtësi në një zonë me shkure dhe bimësi të dendur, duke krijuar shtollunga të mëdha tymi të dukshme dhe nga distanca. Forcat zjarrfikëse kanë mbërritur në terren dhe po punojnë për izolimin e perimetrit të zjarrit, ndërsa për shkak të përmasave të vatrës është kërkuar edhe ndërhyrje nga ajri. Operacionit i është bashkuar një helikopter i forcës ajrore, i cili po kryen hedhje mbi ujë në zonat ku ndërhyrja nga toka është më e vështirë. Deri në këto momente nuk raportohet rrezik drejt për drejt për banesat në Dajas, por forcat po qëndrojnë në gatishmëri për shkak të mundësisë së ndryshimit të drejtimit të zjarrit nga era. Dy vatrat në Krujë dhe Tiranë shtohen situatës së rënduar nga zjarret që ka përfshirë vendin ditëve të fundit. Temperaturat e larta, thatësira dhe era kanë krijuar kushte të favorshme për përhapjen e shpejtë të flakëve, ndërsa në disa raste zjarret janë riaktivizuar edhe pasi janë konsideruar të neutralizuara. Forcat zjarrfikëse, emergjencat civile, efektivet e forcave të armatosura dhe strukturat vendore vijojnë ndërhyrjet dhe monitorimin e zonave të prekura, ndërsa situata më problematike paraqitet aktualisht në Krujë, ku afrimi i flakëve pranë banesave ka bërë të nevojshme evakuimin e qytetarëve.